të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar gostivaras, aktivist, qytetar, antar të Aleancës Kombëtare për Integrim, dy fitore të mëdha të Aleancës Kombëtare për Integrim. Në gostivar, Valboni dhe Valdeti, sikur erën e parë 62%, tash morën 64%. Do me thënë 2-1 raporti, në vrapçisht përsëri Aleanca Kombëtare për Integrim, raporti është 2-1, gati se 2-1, mund tjetë pak ma pak, do me thënë dikundi 2500-3000 vota, edhe une prej zemrës dua të falimderohem të gjithë gostivarasve, të gjithë aktivistëve, dhe besoj se Iseni dhe Valboni, zbashku me ekipet e veta, Valdeti dhe Evzali, prej nesër do t'jenë kryetar të komunës për të gjithë qytetarët e gostivarit njësoj, pavarësisht përkatësisë etnike, politike, apo çfarë do qoftë përkatësie tjetër. Besoj se Aleanca Kombëtare për Integrim u tregua se bashk mund të bëjmë rezultate të jashtëzakonshme, dhe kjo më është një frymë e re, e cila besoj se do të vazhdojë në zgjedhjet parlamentare të cilat unë i pres 2026, ndash ato të mbahen në maj apo në tetor. Sidoqoftë, fitore e madhe e Aleancës Kombëtare për Integrim, do me thënë u tregua se kur dy parti politike, apo më shumë parti politike, këtu është edhe zotri Murat Sali, i cili gjithashtu është pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, i falenderojmë të gjithë partive politike të cilat na kanë përkrahur dhe na kanë ndihmuar. Suksese të gjithë gostivarasve, dhe jam shumë krenar që Valdeti dhe Valboni, si dy njerëz shumë më kualitativ se sa une si ish kryetari komunës, do të udhëheqin komunën e Gostivarit në mënyrë fantastike. Gjithashtu Iseni ka përvojë 2 mandate të shkëlqyeshme, besoj se i treti mandat jetë mandati fundit, mos ka nevojë për mandatin e 4. I uroj të gjithëve ekipeve Iseni, Evzal dhe Valbon, Valdet vetëm shëndet dhe suksese. Faleminderit të gjithëve.